Çka ka Marijuana Hill ka koncept. Nuk krejt qëtë podcast nuk deshta me u tinglu që po bojmë shumë reklam për Marijuana Hill edhe mos me tinglu mirë, po na i kushtojmë rëndësi konceptit shumë. Për që ato edhe në fakt ka edhe na i kemi qujtë finesa ose lifestyle, në 7 kategori të ndryshme që mas pari për banorë tonë mi pas krejt që i dojnë këto, që i bjenë me pas hapësirë të gjelbrume. Krejt drojt që i shek këtu janë të përzgjedhur prej Italisë. Ne i përzgjedhim në Pistoia, është një zonë në Toskana atje, bashkëpunojmë me kompanitë më të mëdha që janë. Ata vinë 4 herë në vit për me analizu gjendjet ashtë të dronëve që i kemi mbjell, edhe për me pa dhe tjera që duhet me i sjell. Kemi nënshkruar marrëveshje me një prej kompanive më të mira në Itali për urban furniture, për këtë mobiljerinë jashtme urbane, për shembull, jam shumë i lumtur se në du sportin shumë. Edhe është në Barcelonë, është Barceloneta Beach, është një pjesë aty ku është një pajisje My Equilibria, që është e sponsoruar prej Nike në plazhin e Barcelonetës. Ne kemi bërë marrëveshje me prodhuesin My Equilibria që me pas të njëjtën në një prej parqeve që atje më të mëdha që kemi 2 hektar në Marijuana Hill, që aty kemi pas edhe atë park aty. Më falë dhja, që aty është një park që është 2 hektar. 2 hektar, po. Ka shumë parqe, po që është parku më i madh 2 hektar, kemi një me 8 hektari, kemi disa parqe tjera.